Vitality Vibes në Top Albania Radio. Vitality Vibes me Ilvi Begollin. Një podcast kushtuar tërësisht shëndetit. Vitality Vibes në Top Albania Radio. Mirë mbrëma miq, mirë se keni ardhur në valët e Top Albania Radios në Vitality Vibes. Për të gjithë ju që ju ka munguar episodi fundit mbi shëndetin, ju rikujtoj që mund ta ndiqni atë në YouTube nën titullin Vitality Vibes. Por pa harruar që ky emision transmetohet live edhe në kanalin 10 në Digitalb. Dhe të gjithë episodet e tjera apo momente që ju kanë humbur nga emisioni në topalbaniaradio.com, në shumë artikuj Health and Beauty apo në Vitality Vibes mund të gjeni aty të gjithë informacionet e munguara mbi shëndetin. Sot në fakt do të fokusohemi pak tek kirurgjia estetike, tek kirurgjia plastike, tek kjo kirurgjia moderne, anti-aging, dhe në kuadër të kësaj un kam ftuar një mik, Doktor Gentian Zikaj, mirë mbrëma dhe mirë se ke ardhur në valët e Top Albania Radios. Përshëndetje Ilvi, kënaqësi që jem në Top Albania Radio, është hera parë për mua, është një radio që unë kam ndjekur ndër vite, që nga fillimet e saj dhe unë sot jam pikërisht këtu në këtë kënaqësi. Edhe për mua është kënaqësi që do ndajmë këtë minutazh bashkë, edhe patjetër që është hera parë që ne të dy jemi bashkë, pavarësisht se jemi edhe në qendrën spitalore universitare, është për të informuar të gjithë ata që na dëgjojnë që Doktor Genti prej vitesh është kirurg plastik në qendrën spitalore universitare me mbi 15 vite eksperiencë në këtë fushë dhe goxha i njohur, goxha i përgatitur, një profesionist i vërtetë i cili do ndajë me ne sot shumë informacione mbi kirurgjin plastike, por dhe mbi disa gjëra moderne në fakt që prej kohësh ju i keni integruar në kirurgjin plastike, do t'i zbulojmë pak më vonë. Doktor, unë duhet të ndalem në disa momente të kirurgjisë plastike që po shikoj sot në Shqipëri, në Tiranë, një boom, shikoj njerëz në avion të cilët kanë ato kokat e fashuara që bëjnë rritjen, zgjatjen e flokëve, po edhe gocat të cilat i shikojmë në një kështu fashë të hunda me logo klinike. Pse është ky trendi kaq i madh i kirurgjisë plastike me të huaj dhe në turizëm që gjithmonë më duket sikur kemi një boom në Shqipëri të kësaj fushë. Shiko, ky është një trend mbar botror. Pra, kirurgjia estetike tashmë është bërë pjesë e jetës të përditshme. Njerëz që kanë nevojë për të përmirësuar pamjen e tyre, kanë mundësi domethënë për ta bërë, e bëjnë. Jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën. Shqipëria ka rritje të numrit pacientëve shqiptar që po bëjnë këtë lloj ndërhyrjes, po kështu ka dhe rritje të numrit të pacientëve të huaj që vijnë kryesisht nga zona e Italisë, domethënë, po me atë asociuar turizëm mjekësor. Janë shumë klinika të cilat ofrojnë këtë turizëm me shëndetësor dhe gjejmë pacient huaj. Pse vijnë këtu? Shërbimi është i mirë, rezultatet janë të mira, se përndryshe nuk kishim pse të vinin. Dhe padyshim fund fare është pjesa e çmimit, domethënë që është një çmim konkurrues për tregun. Ka shumë nga ata që ikin në Turqi dhe ka shumë italian që vinë në Shqipëri. Cili është tregu i pacientëve të huaj që kemi neve sot në kirurgjin plastike? Shiko, duke qenë si vend i vogël, nuk mund të themi dot, domethënë që mund të konkurrojmë vende të tilla të cilat infrastrukturën e kirurgjisë, të mjekësisë e kanë të instaluar prej vitesh dhe kanë një eksperiencë shumë më të madhe se ne. Por me këtë konkurrencë modeste ne kemi filluar domethënë që të jemi konkurrent në treg dhe të shfaqemi si një vend të cilët ofrojmë të tilla shërbime dhe shërbime cilësore dhe elitare. Klinika të ndryshme të cilat kanë filluar të fusin këto lloj aparatura të reja në fushën estetike, po janë të barabarta me klinikat europiane dhe bëjnë të mundur të japin një shërbim cilësor, qoftë edhe nga mjekët të cilat janë të mirë trajnuar, të mirë koordinuar me të reja. Unë kam përballë një mjek i cili ka mbi 15 vjet eksperiencë, patjetër që është shumë e rëndësishme aspekti profesional, po edhe aspekti i teknologjisë siç u përmendët. Cilat janë ato kirurgji që
ne si vend, nëse mund ta quajmë kështu, patjetër që ju e dini më mirë dhe mund na e thoni më mirë, po cilat janë ato kirurgji të cilat neve aplikojmë sot? Të gjitha. Pra të gjitha kirurgjitë estetike që bëhen nëpër botë, të gjitha kryen nga mjekët shqiptar apo dhe mjekët e huaj që kanë ardhur këtu në Shqipëri nëpër klinika. Pra të gjitha trendet që janë nëpër botë, duke filluar që nga të reja, domethënë kirurgjia e fytyrës, kirurgjia e gjoksit, të gjitha aplikohen dhe bëhen këtu në Shqipëri. Nuk kemi mbrapa kolegëve të huaj në këtë lloj kirurgjie. Perfekt, duket lajm shumë i mirë doktor. Megjithatë, mua më duhet të ndërpres pasi DJ Kedos thotë që duhet të kalojmë në publicitet. Shumë e bukur. Jemi sërish në program Miq, me mua në studio doktor Gentian Zikaj, kirurg plastik, por për t'ju informuar të gjithë ju që keni ardhur tani që në botën e mjekësisë moderne, duhet të dini që Anti-Age Plasma Exchange është një trajtim që po ndryshon standardet e jetëgjatësisë. Një nga terapitë më të avancuara në nivel ndërkombëtar, e përdorur nga figurat më të njohura për të ruajtur energjinë, shëndetin dhe vitalitetin në çdo moshë. Kjo procedurë e sofistikuar pastron gjakun nga toksinat, ul inflamacionin, rigjeneron qelizat dhe forcon gjithashtu sistemin imunitar, duke ngadalësuar ndjeshëm procesin e plakjes. Tani kjo eksperiencë revolucionare ofrohet për herë të parë në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Klinik, dhe jo më kot unë kam ftuar doktor Gentian Zikaj, sepse ai është një ndër ata profesionistë i cili aplikon pikërisht Anti-Age Plasma Exchange në Eteris, dhe që unë doktor duhet të kem këtë informacionin nga ju se si është kjo procedura që na pastron gjakun dhe na rinon më doktor se. Shiko, kjo është një procedurë e cila ka vite që aplikohet. Pra nuk është një diçka e re që njerëzit të tremben, domethënë thonë ç'është kjo e re që po futet. Kjo është një procedurë e cila është përdorur që në si thua është një veshk që pastron gjakun nga toksinat dhe nga helmet. Pra nëse organizmi nuk arrin dot i largojë këto toksina, helmet të grumbulluar në organizëm, atëherë është kjo pajisja që bën pastrimin e plazmës. Është përdorur në periudhën e Covidit shumë, pra është një pajisje e cila ka qenë një shpëtuese dhe tashmë e reja e kësaj pajisje është futur në pjesën e bukurisë. Pra, VIP-at kryesisht në Amerikë, domethënë në pjesën e J-Lo, pa J-Lo. 58 vjeçare që duket e re. Pra, ajo e përdor këtë lloj procedure dhe ka atë procesin nga dalësimit të plakjes, ka atë procesin e rinimit, sepse nuk është vetëm që ti t'jesh i bukur nga jashtë, por duhet t'jesh mirë edhe nga brenda. Pikërisht këto toksinat helmet të bëjnë të mundur që ti të kesh këtë lloj cilësie të jetës. Unë kisha dëgjuar si pajisje, po kur e pash që kjo klinik, pra Eteris Klinik, e cila është një day hospital, pra mund të bëhet është spital ditor, pra ku bëhen ndërhyrje kirurgjikale, kur ka një sallë mirëfilli, kur ka një anestezist, ka një shërbim 24 orë të mjekëve. Pra nuk është vetëm pjesë e një procedure të thjeshtë estetike, po ka dhe shërbim të tillë, domethënë. Pra kjo pajisje shumë interesante, shumë inovative, tashmë gjendet edhe në Shqipëri. Kështu që është një pajisje e cila është shumë safe, është shumë e dobishme për organizmin. Perfekt. Nëse unë do vija te Eteris për shembull dhe do bëja këtë pajisjen, duke më parë kështu si dobët që jam për shembull, Ti je shumë mirë, ti je shumë mirë. Domethënë një dobët është shumë mirë, po. Patjetër, po nga ana tjetër dua që organet e mia të jenë shumë vitale, shumë të reja, shumë Po, të siguroj, domethënë që atë ditë që do ta bësh, do ta llogarizim që unë do jem përpara teje, se unë kam çik më shumë punë domethënë. Atë mbaroj. Jo, domethënë ideja është çfarë pret pacienti në momentin që bën pacienti është një procedurë që kryhet në një tavolinë të thjeshtë, domethënë, është një procedurë që plazmohet gjaku, pra merret pjesa e plazmës gjakut dhe hiqen ato toksinat, ato mbetjet, ato gjërat e këqija, domethënë, dhe është një procedurë e cila kryhet në kushte hospitaliere, me një shërbim hospitalier, pra është një procedurë e cila nuk ka asnjë lloj kontraindikacioni, nuk ka asnjë lloj problemi, domethënë janë disa kontraindikacione të thjeshta, domethënë që bëjnë atë anamnezën që i merren pacientëve përpara kësaj procedure. Dhe sa herë duhet ta bëjnë pacientët Anti-Age Plasma Exchange? Kjo është një procedurë që përcaktohet nga shërbimi që do të bësh. Pra është një procedurë, nëse ti e do për mirësim, për beauty, atëherë ka atë periudhën e vet. Por nëse ti e do se
kjo ka dhe një trajtim mjekësor. Pra, përdoren te pacientët që kanë me sklerozë multiple. Okay. Kanë probleme me veshkat, kanë probleme me imunitetin. Pra, mjeku përcakton që kjo procedurë domethënë duhet kryer në periudha të caktuara. Dhe bëhet vetëm nëpërmjet pajisjes. Vetëm nëpërmjet pajisjes. Pra, kjo është e mira domethënë e Teris Clinic që ka këtë pajisje tashmë inovative në Shqipëri. Perfekt. Po nëse unë për shembull dua që mos të rri edhe të marr kështu detox, të kem pastrime të organizmit etj. Më shërben si aplikim domethënë nëpërmjet kësaj pajisje më shërben si një aplikim I cili mund më minimizoj sadopak le të themi gjithë ato procedurat rutinore që duhet të kem edhe duhet të ndjek për të pastruar le të themi. Pra, domethënë kjo procedurë është procedurë pikërisht për këtë gjëra. Domethënë që jo vetëm ka një qëllim të caktuar në fushën e mjekësisë, por bën edhe të mundur edhe pikërisht rigjenerimin e brendshëm të organizmit. Gjithmonë mendojmë që të jemi sa më shumë jetë gjatë. E di që në një kirurg plastik mbase nuk është le të themi ajo pjesa më interesante, po Jo, ne themi të jesh jetë gjatë I bukur, domethënë. Të kemi ne. Jetë gjatin pastaj ka kardiologu, kirurgu I përgjithshëm, domethënë ata na mbajnë jetën. Kurse ne themi që atje ku do shkosh, domethënë deri atëherë ti jesh I bukur. Jo, po patjetër. Po për çfarë do të bashkohonit ju për sa I përket jetë gjatësisë përveç plasma exchange në nivel për shembull të lëkurës, në nivel të vizibilitetit? Domethënë ka ajo që duket shumë miri, pra ç'a bëni ju në klinik për shembull? Por bëni këto të rreshtet e fytyrës, un kam parë këto baby lifting. Po shiko, aty janë procedurat, pastaj procedurat kirurgjikale që kryen, procedurat e fytyrës, liftingu, blefaroplastika, otoplastika, rinoplastika, procedura e neck liftit, pra tërheqjes të pjesës të lëkurës, procedurat e ketaj, pra tërheqja e cepave të vetullave, pra pjesa fytyrës për të vazhduar pastaj me pjesën e liposuksionit, për tërheqjes të krave, procedurat e gjoksit, procedurat e abdominoplastikës, procedurat e organeve genitale, procedurat edhe procedurat të tjera, venat varikoze, procedurat e ORL-s, domethënë janë disa procedura të cilat janë pikërisht te kjo klinik. Pra është një gamë gjërë shërbimesh për sa I përket kirurgjisë plastike, po edhe le të themi në një lloj mënyre të po, siç e thash në fillim, domethënë ne ofrojmë të gjitha shërbimet, domethënë që ofrohen tashmë në fushën e kirurgjisë estetike. Dgjoj. Kur ju bëni këtë liposuksionin, pra fusni atë pajisjen dhe thithni dhjamin, edhe pastaj filloni me këto mbushjet e hundëve, mbushjet e gjoksit apo mbushjet e buzëve. Për shembull dëgjoj një herë që ka disa pacientë të cilë kanë bërë thotë, "Se më kanë ngel ca topa këtu te krahët." Shiko, do të thon, ajo që është e mirë në këtë klinik, në Teris Clinic, është pajisjet e reja që po futen, janë investime shumë serioze. Që janë jo vetëm procedurat e liposuksionit tradicional, pra ajo kanjula me tubin që thithet me aspiratorin dhe ty po të vendosësh krepsen këtu te supi të merr flak aq shumë, domethënë të shlodhur. Po tashmë ka pajisje të reja, pajisje e vaserit, e palit, pra pavarësisht se liposuksion. Ju më përmendët që për liposuksionin keni një pajisje që bëhet nëpërmjet një lazeri specifik. Po, në pajisjet e lazerit, pra këto janë gjitha pajisjet që janë të investuar në këtë klinik dhe që sjellin jo vetëm një rezultat më të mirë dhe safe, por edhe shkurtimi I kohës interventit, pacienti ndihet më mirë mbas operacionit, rezultati është më I mirë, plus dhe pajisjet që janë të investuara këtu për postoperatorin, domethënë për limfodrenazhin, për të marrë një rezultat sa më të mirë, domethënë dhe më të shpejt. Pacienti menjëherë domethënë futet dhe merr rezultatin. Po mirë, këto topat që mbeten nuk më the pse ngelin këto topa. Po ngelin sepse domethënë shqyr Zotit unë nuk është se kam shumë topa personalisht, domethënë qoftë edhe me metodën tradicionale që kam aplikuar. Tash po mendoj që me teknologjinë e re që është në këtë klinik, domethënë këto topa do jenë pjesë të kaluarës. Perfekt. Doktor, ju preferoni më mirë
ndërhyrjet me dhjamin e trupit apo fillerat? Do të thënë në eksperiencën tuaj, kush janë ato rezultatet që ju gjeni le të themi më shumë kënaqësi ose më shumë dukshmëri në aspektin estetik. Është një kirurg plastik, domethënë kë përdor më shumë dhjamin apo fillerin, është më se normale. Ne jemi kirurg dhe duam dhjamin, pra duam që nëpërmjet procedurës kirurgjikale të marrin dhjam dhe të aplikojmë, që është më safe, është më sigurt, është më natyrale. Kemi parasysh futja e fillerit se sa jo natyral duket në një pacienti, se ti nuk e llogarit pjesën e ujit që do thithi ai filleri që fut, dhe pacienti pastaj duket një monster në rrugë, domethënë, me ato buste fryera, një Frankenstein, kurse dhjami atë që fut fillimisht duket shumë i fryrë, pastaj gradualisht duket më mirë dhe jep një pamje natyrale. Këto shërbime ofrojnë, kemi bërë disa pacientë në këtë klinikë ku kemi marrë dhjamin dhe kemi bërë mbushje të pjesës së mollzave, pjesës të syve, pjesës të rrudhave, që kryen pjesë e stafit tonë, domethënë, në kësaj klinike. Mirë dok, sërish në duhet shkojmë në publicitet, do rikthehemi pas pak. Pa harruar që në këtë pjesë të tretë të emisionit unë jam me një mik special, doktor Gentian Zikaj, kirurg plastik. Teksa po flasim për disa fakte shumë interesante, përdorimin e dhjamit në mbushjen, zmadhimin e gjoksit apo mollzave etj, krahasuar me fillerin, dhe në fakt doktori thotë që gjithmonë është mirë që kirurgu plastik të jetë tek natyraliteti, apo doktor? Shiko, një nga bukuritë e radios është që ti këto intermezzot e shkurtra, domethënë ti dëgjon muzikë. Unë gjatë gjithë operacionet, domethënë dihet që unë dëgjoj muzikë. Kështu që gjatë kësaj kohe që ishim në këtë periudhë shkurtër, unë dëgjova muzikë dhe u kënaqa. Domethënë dhe u futa më akoma në botën e radios. Po, ne përdorim procedurat, pra marrim dhjamin dhe aplikojmë para dhjamin e vet pacient, duke kaluar nëpër kanjula, pra që gjithçka sterile, dhe kalojmë domethënë në pjesën e fytyrës dhe bëjmë mbushjen aty ku dhjami ka humbur me kalimin e viteve, apo pacienti nuk e ka. Pra krijojmë një natyralitet. Ku ndryshon kjo nga pjesa fillerave? Padyshim që fillerat kanë ato procedurat e veta, unë nuk mund të dal dot mbi ato dermatologët apo estetistët që përdorin këto fillera të licencuar, por ajo që përdorim ne si kirurg është që dhjamin marrim, pra dhjamin autolog, pra dhjamin e vet pacientit, dhe e përdorim këtë dhjam. Kuptohet që risku është më i vogël, filleri ka risk më të madh se po mund futet dhe të krijojë probleme. Dhjami me ato kanjulet e posaçme nuk mund t'i dëmtoj dot ende gjakut, ne dimi rrugën dhe krijojmë një rezultat më natyral, pra një rezultat më të bukur për sa i përket natyralitetit. Kirurgët plastik tashmë kërkojnë natyralitetin. Kirurgët e suksesshëm janë ata që kanë natyralitetin. Kirurgët që mundohen të japin një diçka jo natyrale, ata mendoj që nuk janë të suksesshëm në këtë lloj profesioni. Ndihni një shembull, për shembull, nga këto VIP-at e Hollywoodit, apo keni pacientë të cilët vinë thonë doktor, më duhet që ma bësh hundën për shembull si kjo aktoria. Shiko, kjo lloj shabloni mua nuk më pëlqen. Domethënë jam nga ata kirurgët, si thua, tradicional që mendojmë që organizmi dhe shërimi i organizmit të bën të tillë që nuk e ke gjithçka në dorë. Pra ti mund kesh le të themi 60%, 70% të kirurgjisë, pjesën tjetër ta bën organizmi. Se si reagon lëkura njërit, lëkura trash, lëkura tjetrit, domethënë se si reagon organizmi, kjo është individuale. Megjithatë ne mundohemi që në sallë të bëjmë një intervent, pra nëse ka një lëkurë të trash, automatikisht do ta bësh, e themi, hundër më të vogël se sa një person normal. Domethënë, pra mundohemi që të parashikojmë këto gjëra. Janë disa aspekte teknike të cilat nuk të lën ty dot, domethënë, që të japësh atë para dhe pas. Kur duhet që ju të ndërhyni në rastin e kirurgjisë për zmadhimin e gjoksit, për shembull, kur ju përdorni protezën, kur përdorni dhjamin? Pra ka një diferencë moshash, ka le të themi faktor që ju i keni parasysh se duhet përdorni një teknikë tjetër? Në konsultën e parë ne shikojmë rastin. Pacienti kur shkon te mjeku padyshim duhet të zhvishet dhe të zbulojë, të ekspozojë trupin e tij.
Dhe aty ti shikon që ke përballë një gjoks të vogël të formuar, atëherë mendojmë dhe pacienti ka nevojë për rritjen e një numri. Pra kërkon vetë që kërkon rritjen e një numri. Atëherë ky është një pacient ideal, një moshëre 18-23 vjeçar, 24 vjeç, pacient ideal që mund të marrësh dhjamin dhe ta aplikosh, domethënë dhe ta shtosh. Gjoksi ka lëkurën, ka gjendrën, ka dhe dhjamin. Pra dhjamin ne e marrim nga ato pjesë të jo mirë të vendosura dhe e fusim në pjesën e dhjamit pa e shkaktuar asnjë lloj problemi. Kuptohet që mirë është që përpara interventit ne të bëjmë një ekzaminim, te moshat e reja bëjmë eko. Dhe e marrim pacientin e fusim në sallë. Një pacient i cili ka gjoksin e varur apo ka një gjoks të jo që dhjami nuk e mban, atëherë ky pacient do të vendosim protezë. Pra, kërkon një zmadhim më të madh të gjoksit, vendosim protezë. Cilat janë protezat? Protezat aktuale që janë të shpikura apo që janë në treg, janë ato protezat që janë ulur, minimizuar të gjitha komplikacionet e mundshme. Dhe janë protezat të cilat mund të përdoren për gjithë jetën. Por mirë është që mbas 10 vjetësh rekomandohen të bëhet rezonancë magnetike apo eko në protezat e reja, që një eko mjafton për të parë se si është struktura e protezës. Ju me sa kam parë në punët tuaja jeni edhe nga ata kirurg të cilët me që kam parë, domethënë keni rezultate shumë të bukura dhe shumë interesante për pjesën e hundës. Shoh domethënë që jepi një lloj naturaliteti. Tash nuk dua të përgjithsoj dhe të flas për askënd, po shikoj disa modele që sikur hunda është njësoj. Nuk di të them nëse është, më duket sikur njoh kirurgun, them këtë punën apo s'ka bërë ky kirurgu. Gjithmonë është teknika ajo që përcakton, domethënë, por siç ata thënë përpara, ti do të bësh një bilans të mirë përpara. Ke një mashkull, ke një femër, ke një fytyrë të madhe te një femër, të rrumbullakët ovale, me kocka të mëdha, eshtra të mëdha, pra mund të bësh dot një unë të vogël me majë. Le se shtot pacientja. Nëse pacienti pastaj të indikon që unë dua si kjo hundë, dhe ti e shikon që nuk shkon për syrin, ajo mirë është që këtë paciente mos ta kesh. Pra thua mos thjesht ti mjeku asaj. Le të gjej doktorin që ja ofron këtë lloj shërbimi, sepse ka paciente pastaj mbas disa viteve kur shikon që hunda nuk rri mirë në harmoni me pjesën e fytyrës, kërkojnë të bëjnë procedura tashmë të kundërta për të zmadhuar hundën. Pra nëse kanë dashur për të zvogluar hundën, kërkojnë procedura për të zmadhuar hundën, është shumë interesante. Po, merret kërc nga veshi, merret kërc nga brinja dhe përdoret për të zvendësuar kockën e dëmtuar, kockën e ngrënë, kockën e hequr apo kërcin e hequr. Për sa i përket veshëve, është gjithmonë kjo procedura e asaj që ju më duket i thoni otoplastik. Po, otoplastik, po. Tani, ka dhe vesh të mëdhenj, ka dhe vesh të vegjël, ka dhe vesh ato që ne rritemi llapush, po në përgjithësi ju vetëm i merrni dhe i ngjisni këto veshët apo ka dhe një shans që t'i zvogloni si madhësi? Po, otoplastika klasike apo rregullimi i veshit proeminent apo veshit të dal apo veshit llapush, si thot populli, është vetëm palosja mbas kokës. Që fillimisht veshi duket shumë i palosur, domethënë të jep atë përshtypjen sikur çfarë ndodh, po kërci i veshit tenton për t'u hapur dhe shkon në naturalitet. Pra ti mundohesh të parashikosh këtë hapje që mos t'i hapen më shumë veshët më mbrapa pacientit dhe të ketë të njëjtin problem estetik. Por ka veshë janë edhe të mëdhenj, por ka veshë janë edhe të thyrë, por ka veshë që janë edhe të vegël, mikrotia. Pra ti duhet të jesh i përgatitur për të bërë procedurën e zvoglimit dhe të veshit. Po, ka teknika të tilla, të cilat ne i bëjmë. Nuk bëjmë do të zëvendësimin e veshit. Patjetër. Mirë dokt, falenderoj për përgjigjen. DJ Kedës më thotë që duhet të shkojmë sërish në publicitet, do rikthehemi pas pak në pjesën e emisionit me mua në studio doktor Gentian Zikaj, por mos harroni ofertën e fundit të muajit nëntor, eko aparatit urinar dhe PSH për vetëm 3500 lek nga Intermedica. Mos harroni të gjithë laboratoret Intermedica sepse në Intermedica life needs care. Doktor,
në këtë klinikën tuaj e Teri, se ne përmendëm pak më parë, ju vërtet më thatë që më bëni goxha kirurgji inovative, po edhe nga aparaturat e fundit, por cila është mosha më e re që një pacient duhet i nështrohet një ndërhyrje kirurgjikale për të korrigjuar hundën edhe veshët? Sinqerisht unë mendoj që ato janë më fenomenet le të themi më të dukshme tek pacientët edhe te fëmijët për të bullizuar edhe. Atëherë rekomandohet që një fëmijë të bëj para se të futet në shkollë. Pra në moshën 6 vjeçare, 5 vjeçare para se të futet në shkollë, në mënyrë që të mos ketë probleme të bullizimit. Unë kam pas shumë fëmijë që kanë bërë në këtë moshë, që kanë pas probleme, domethënë, dhe kam urimet dhe bekimet e nënës dhe fëmijë që kanë kërkuar për këtë lloj interventi. Ndërsa për sa i përket pjesës së hundës duhet që të marrë formë përfundimtare fizionomia dhe që mendohet që femrat janë 16-17 vjeç dhe meshkujt 17-18 vjeç, domethënë për të bërë procesin e rinoplastikës që hunda mos të rritet. Dhe rezultatet janë të përjetshme. Po, nëse është një teknikë mirë kirurgjikale. Fëmijë në moshën 5 vjeç që korrigjon veshët, ato që ngelen mbas një viti ajo është e përjetshme. Ka raste që ripërsëriten kirurgjitë, se kam parë ca raste që kanë bërë një herë hundën e 2 herë, 3 herë. Larg qoftë. Jo, larg qoftë jo te ju, po. Po, ka raste mëse normale, domethënë është një punë që ka dhe ato problematikat e vet. Ai do njëri këto, jo, nuk i do. Patjetër. Kupton, asnjë nuk e do që të ketë probleme. Por mëse normale që ndodhi. Doktor, sikur ju i përkisni gjeneratet që jeni marrë shumë edhe të paktën dhe aty tek ne që sot jeni marrë shumë edhe me korrigjimet e lëkurës nga djegjet. Duket sikur i kemi harru këto hallet. Domethënë jemi të gjithë tek pjesa e bukurisë, tek pjesa e të qenurit të shëndetshëm, të dukurit bukur, po digjen njerëzit, doktor, domethënë nga uji, nga qumshi i nxehtë, ka diku vende që përdorin akoma furnellën me vajgur edhe domethënë në periudhë dimrit tash fillon digje, nëse përpara ishte pjesa e industrisë që sillte, tash është pjesa sobave, pagujdesia, fëmia që digjen, domethënë raste pafund le të themi, domethënë të kësaj. Dhe këto shërbime unë personalisht kam vendosur t'i kryej aty në shërbimin publik, domethënë, pra të mos kem fare. Janë dhe trauma, janë dhe trauma, domethënë, ku ne japim ndihmën tonë pa kursyer me një ekip mjekësh dhe infermierësh, sanitarësh, kryenfermierës, të gjithë domethënë nga e para deri fundit për të dhënë ndihmën e tyre në korrigjimin e problemeve të djegjes, traumës e tjera. Dhe mund të themi domethënë që jemi si thua brezi i fundit i gjeneratës të kirurgjisë të traumës, të djegjes, sepse këta kirurg deri që po vinë domethënë janë kirurg që duan të merren me bukurinë domethënë, dhe besoj se do ta harrojnë këtë pjesën e hallit. Më pyet një pacient edhe më thot, dëgjoj, pyet pak doktorin të lutem, thot kur na bien këto lemat e syve. Lemat. Po, kështu lema mbase quhen? Ne themi qepalla. Ne themi qepalla, po në gjuhë popullore vjen këto lemat e syve të korrigjohen? Padyshim po. Padyshim po, hiqet ajo pjesa e varur ose ngrihet vetulla, domethënë varet ku është problemi. Dhe rekuperohen 100%. Rikuperohen. Pra nuk është se bien më me kalimin e kohës, moshës. Çdo lifting, pra çdo tërheqje se nuk mund ta ndalojmë dot procesin e plakës, domethënë pavarësisht që aparaturat dalin, domethënë po që nuk e përjashtojmë dot plakën. Domethënë atje ku deri tashmë shkenca deri këtu ka arritur. Një ngadalësim, por që jo mos kemi gjëra të tilla. Pra çdo lifting është 10 vjet. Pyetja fundit doktor, rekuperimi pas ndërhyrjeve sot me teknologjinë që ju përdorni me inteligjencën artificiale është më i mirë, është më i shpejtë. Është më i shpejtë, domethënë pacienti ngrihet më shpejt nëse duhet, domethënë i nështrohet aparaturat padyshim që kanë rezultat perfekt, domethënë për sa i përket. Unë e di që ju në klinik përdorni edhe teknologji tjetër, siç janë ozonoterapi, dhomat hiperbarike që ndihmojnë për oksigjenimin. Ozonoterapia është një diçka shumë e mirë, domethënë për rikuperim edhe për traume, për gjitha janë mjekime çuditëbërëse. Doktor Genti, të falenderoj që ishe në Vitality Vibes, ishte një kënaqësi e veçantë që ndava këto minuta edhe këtë episod bashk.
do flasim për tema të tjera që i diskutuam në pushim, kështu që do jemi besoj sërish bashk edhe në një moment të dytë. Ishte kënaqësi në fakt që kisha një profesionist si ju në emision, kështu të falenderoj për prezencën sot. Faleminderit DJ Kedos që më suporton dot shtun, nuk të harroj, gjithmonë je suporti im i ditës shtun. Faleminderit gjithë ju miq që ishit sot në Vitality Vibes dhe në kanalin 10 në digital dhe që ndoqët Dr. Gentin për disa nga ato të pathënat e kirurgjisë plastike dhe estetike. Duke ju uruar festa të mbarë dhe një fundjavë të mbarë dhe që mos të harroni që shëndeti është gjithmonë i pari, bashkë do të takohemi të shtunën e ardhshme në orën 7 me 8.